Jam njeriu që duhet të hedh valle, pikërisht, sepse në vitin 2006 kam marrë çmimin parë në fiks fare kundra Edi Ramës. Kam protestuar me tabela nga 15 metra katror, Edi Rama me Stalinin, Edi Rama nuk vë flamurin e NATO, se quan NATO, pikërisht, NATO-n. Edi Rama, blok kundër blokmenve, dhe po e shikoni se kush janë blokmenët, me foto, me video, me shkrime, me analiza, dhe kam vite që kam thënë, prangat në zyrë do t'i vënë. Mos guxoj një jetë më marri telefonin. Erdhën, po nuk lam patllakën poshtë. Tani i vajti policia atje në Surrel. Të dashur miq, Amerika është me Shqipërinë. Unë di të lexoj shumë lajme dhe të kap detajet, mesazhet. Dhe përderisa Edi Rama nuk ka marrë asnjë urim nga ambasada amerikane, pikërisht 90 ditë kohë i kanë lënë që të pastrojnë tubat e orxhaqeve, vilat, parat, por harruat një gjë. Sateliti, Androidi, Google, Facebooku, Gmaili, kontot bankare, shërbimet informative, partnerët tanë strategjik, një shqipëri të vogël e kanë futur në sit. Edi Rama, në Burg do shkosh për tradhti kombëtare, Mitrovica toke askujt, që sot votoni lirë. Vetëm për këtë shprehje, vetëm për pazaret, për të shitur territorin e Shqipërisë që me kushtetut, shteti jam i mbron në çdo cep të botës shqiptarët e tij, ti duhet të dënohesh për tradhti kombëtare. Nuk e di çfarë mesazhi ka i nderuari Hajro Limaj.